Tragedi që udhëton nga brigjet italiane drejt portit të Vlorës ka mbërritur mëngjesin e kësaj të diele me rreth 2 orë vonesë, si pasojë e përkeqësimit të kushteve meteorologjike dhe dallgëve të forta në det të hapur në gjirin e Vlorës. Lëvizja anijes është kryer me vështirësi për shkak të detit të trazuar, ndërsa tragedi është futur në kalat rreth orës 9:40, duke patur në bord 99 pasagjerë dhe një ekuipazh prej 39 antarësh. Sipas të dhënave portuale, në bord ndodheshin gjithashtu 16 automjete, një kamper, 5 minibus, 3 autobus, 10 kamion me ngarkesa të ndryshme. Autoritetet portuale bëjnë me dije se për shkak të motit të keq, Kapiteneria e Vlorës ka urdhëruar ndalimin e përkohshëm të lundrimeve për anijet e peshkimit dhe mjetet e vogla, deri në përmirësimin e kushteve në det. Ky ndalim është marrë për arsye sigurie, mbasi era e fortë dhe dallgët kanë vështirësuar ndjeshëm lundrimin në zonën bregdetare të Vlorës.